Përshëndetje, ky është Speakeasy Podcast. Siç ju kam thënë, herë mbas here, ne evidentojmë njerëz të suksesshëm në Amerikë, sepse është edhe vetë fakti që njerëzit e suksesshëm e bojnë diasporën shqiptare më të fortë. Kam derin të kem mësuar edhe një kontributor i podcastit ton, avokatin e njohur prej shumë vitesh, avokati i cilësuar si dhe i mirë nëpërmjet shumë sondazheve apo gazetave të ndryshme, pjesë përbërëse, substancë e komunitetit ton dhe njeri me plot sukses, me plot pasion, i cili ka ndihmuar edhe njerëz kur kanë pasur nevoja të ndryshme në fushën ligjore, Joseph Detvukaj. Mirë se gjitha. Joseph, mirë se vjen. Është hera parë e di që ke një edhe agent tepër të ngjeshur për të qenë prezent, por të falenderojmë që mora nga koha jote të jesh prezent këtu me ne. Faleminderit për ftesë. Të kemi zgjedh se ti i njeh dy anë të medaljes, ke ardhur moshë shumë të vogël në Amerikë, moshën 2 vjeçare, por je kyç në jetën amerikane, je ingranu në jetën amerikane, po them si mos mirë më shumë se sa pjesa tjetër e komunitetit ton, por në të njëjtën kohë ke ndej i lidhur me komunitetin shqiptar në Amerikë. Si e shoh këtë? Duke menuar edhe fëminin tonë. Po, qëre unë jam rrit në Amerikë, kam marrë 2 vjeç e gjys edhe te shtëpia jam rrit në mënyrën malësore shqiptare, kam pas babë, nanë prej malësiet, dhe ata kështu na edukuan për vlerat e kulturës e gjuhës shqipe dhe të komunitetit që në atë kohë, në 1968, vetëm që nis më u zhvillua këtu në Amerikë. Kështu që ata kanë edhe themelues atë infrastrukturës shqiptare këtu në Michigan dhe me atë pasion, kështu më hini edhe si në zgjak, se ti le shqiptare, ke zgjakun shqiptar, por gjaku lëvizë mund të jetë edhe rëzie me vërtet kadin, veç kështu e të ndjeva vetin se është shumë ma mirë për me kenë shqiptar për tut, se me kenë një njeri për të huajt. Kështu që kam vazhdua sa ako mujtë, është kanë disa periuda gjatë jetës që më dasht me ndjek shkollën, kështu që jam kanë pakesi, jo i larguam komplet, por të kesh parasysh se du të më fokusua, për me krye fakultetin, mërë kohë shumë, du të me ka një sukseshme edhe në fakultet për me pa sukses edhe në biznis, edhe në karrierë. Kështu që vetë vazhdimisht, vazhdoj që të dua këtë komunitet, nuk është ai komunitet që është kemë para 30, 40, 50 vjetëve, por është komunitet shumë i mirë, shumë është advancua, ka preparua, jemi këtu në Amerikë dikun tash e treti brez nga malësia male, kështu që është rrit komuniteti, po është rrit edhe pamja komunitetit edhe si sillen amerikanizuar në mënyrë një tjetër, disa gjëra më pozitiv, disa gjëra edhe keq. A mendon, sepse duke ndjek shoh edhe disa media që e anatemojnë diasporën shqiptare të Amerikës, që diaspora shqiptare e Amerikës ka qenë dikur kyç në zgjidhjen e fatit çështjeve kombëtare, flas për Shqipërinë në 1912, për demokratizimin e Shqipërisë, pastaj roli kyç për Kosovën. Pse njerëzit e anatemojnë, e shajnë në Amerikë, s'dini gjatë tjetër, vetëm punoni, vetëm zbani asgjë, s'keni jetë sociale, pra e godasin. Po ashtu është, ata ekziston, sepse njerëzit nuk e kuptojnë se këtu në Amerikë është një jetë punet, një jetë karrierit, mendojnë për shembull ata që janë nga jashtë, që nuk është nevoja me punua, nuk e billa me pagua, dhe është imagjinojnë një jetë tjetër përpara këtu dhe me pas eksperiencën e Amerikës. Eksperjenca e Amerikës është këto komplet e ndryshëm. Tash Amerika
sistemizua në mënyrë që është ma fort ekonomike se sa është sociale. Edhe kështu, domethënë, edhe njerëzit janë ashtu ma fort ekonomik se sa social. Por do të me gjetë njëri një kompromis jetësore, edhe për me gjetë kohën për mu. Një lloj balancet. Po, një farë balance duhet me pas me në jetë për me gjetë mënyrën për me jetu sa ma mirë, sa ma bukur, mos me keni lanën tepër për ekonomi ose për pare ose edhe mos me keni lanën për kapitalizëm, o duhet me gjetë balancën familjare, edhe këto gjëra sportive, rekreacionale, kështu. Edhe me gjetë një hobby, është njëri edhe shumë më i mirë nga fizikisht o mentalisht me këto. Po, a mendon se duke parë diaspora të tjera në shtete ndryshme, nuk e kanë luajtur atë rolin siç e ka luajtur diaspora shqiptarëve të Amerikës? Historikisht me kësyrë, domethënë diaspora të tjera që kanë ardhur në Amerikë, edhe ato kanë luajtur rol, sepse lufta e parë botërore, domethënë diaspora e Francës, e Italisë, ka luajtur rol. Jo, unë po them për diasporën shqiptare që është në shtete tjera, për shembull Gjermani, Itali, Suedi, këto domethënë edhe duke krahasu me rolin e shqiptarëve këtu që në kohën e Fanolit që por diaspora shqiptare jashtë vendlindjes gjithmonë është kanë aktiv në një mënyrë ose një tjetër. Për shembull Livish Gurakuqja kanë një diasporë së Italisë. E pas domethënë abareshte asaj kohë kanë lanë armë, kanë blil armë për me luftua kryengritjen e Malësisë, armë kanë ardhur nga shqiptarët e Austriakës, shqiptarët e Italisë, edhe kanë ardhur prej shumë bese u ka jetuar diaspora, kanë kontribuar. Ashtu edhe në Rumani, domethënë kanë ardhur edhe këngët e flamurit janë shkrua jashtë shtetit shqiptar. Kështu që kanë lanë kontributën e asaj kohë. Kurse ne jemi ma ndryshe sa është një tjetër kohë, është një teknologji domethënë ma e kollajt me pas komunikon, kurse për shembull në kohët Fanoli nuk ka mujë me quat Telegram ashtu atë shpejt sa mundesh ti me marrë telefonin ose me futën Skype ose edhe me komunikuar direkt me njëri. Ka tjetër teknologji, ecë ma shpejt, domethënë fjala ma shpejt puna se sa ka ecë në 1912 ose 10 ose këtej, edhe për çdo vjet e ma mirë në mënyrë teknologjike përparon bota. A jena ku duhet ne si komunitet? Po, në cilën aspekt? Flas në integrimin, jetën shoqërore amerikane, lëvizjet e ndryshme, njerëz që aktivizohen për të marrë pozita nga më të ndryshme, të bëhen pjesë e jetës, tamam pjesë e jetës amerikane. A jena si komunitet aty ku duhet? Nëse shefti me një vështrim kritik, je mase i mirëpritun edhe ta shprehësh, domethënë gjëra që cilat ndoshta nuk shkojnë mirë, duken që mund ndryshohen. Komuniteti ka përparua, edhe ke branzat e ri që janë shkolluar, kanë marrë profesione lloj-llojshme, janë ata më të mirë në profesionet e tyre. Në këtë aspekt, domethënë ka përparuar diaspora këtu në Amerikë. Diaspora në shumë aspekte është e bashkuar, edhe për me bë aktivitete që janë kombëtare, ende vazhdojnë ato aktivitete. Besoj që kishim me kanë edhe më të fortë me pas një federatë ose një organizatë të përbashkët si diasporë. Se kemi organizata të shumta, por edhe kuptohet se ato organizata më çdo janë ka atë detyrën e vet, ka ato qëllimet e vet, ka ato sukseset e veta. Na shqiptarët, domethënë jo vetëm shqiptarët, se kjo kohë me tjera që janë krahinore, po kështu i kemi edhe na domethënë këto shoqata që janë si krahinore, kanë ato detyrat e veta, kanë qëllimet e veta, edhe në ato aspekt kanë pas shumë përparim. Mendoj që diaspora shqiptare është më çryer pak më shpejt se këto kohë me tjera, nuk e di pse, mund të jetë teknologjia, edhe mund të jetë
se nuk rrin aq afër sa kanë nejt me njëri tjetri, po thëmë me shtëpia. A din se dikur për shembull ke gjithë shqiptarët e ndërturit, ke muj për 3 majlla me shëtit 50 shtëpi. Kurse sot për shembull duhet me shku në makinë, i gjysore 20 minuta me zgjidh një. Kështu që është tjetër model jetët se sa kanë para 30, 40, 50 vjetëve. Dhe Amerika ka ndryshuar. Për shembull, kryeqyteti i këtij venti do kanë Detroiti e ke pas 2-3 milion njerëz që kanë jetu brenda qytetit Detroitit, po tash kanë shkuar në suburbs, janë urbanizuar në mënyrë më të haptas, kanë krijuar qytete, townships tjera, janë larguar njëri tjetrit. Kjo e ban punën e vet, atë kur se të kon shqiptarin aq e përdit, ke din sa të religjun hahupet, domethënë kultura zhduket, historia mund zhduket, kështu. Këto janë domethënë aspektet që i shoh që për momentin nuk janë të mira, por s'ke çka me i bën sepse kështu është sistemizuar për rajoni, shteti Michiganit të Amerika. A jena aty ku duhet me flas në aktivitetin politik, me marrjen me aktivizimin politikën amerikane? Aktivizimi politikën amerikane ka ardhur shumë ka dalë, po tash kohës fundit, domethënë këto 5 vjet, 10 vjet e fundit, për çdo vit më shumë kemi pas kandidatë jo vetëm në Michigan, po në gjithku në Amerikë, shqiptar, kemi pas të suksese, kemi pas edhe humbje. Tash sot për sot kemi 3 kandidatë shqiptar këtu në Michigan, ke Suzana Shkreli, ke Robert Gjuraj, ke Renis Nushaj. Të tretë domethënë kanë potencial për me fitua dhe për me arrit në atë pozitën politike që e kërkojnë, vetëm ajo duhet strategji, duhet financa shumë, dhe duhet se kanë, domethënë janë, nuk din me njoft këta 3 se janë shqiptar e nga pamja, nga të foljet se nuk kanë aksent adin. Kështu që amerikanët mund të identifikohen me ta, po në tjetër nëna adin nuk jem të asimiluam komplet na shqiptarët adin, edhe mund tjetë pak indikime jo të mira nga amerikanë që janë hardcore amerikanë, që janë amerikanë domethënë që i vënë rëndësi asaj punë, mund të jetë edhe diskriminim nga emni, që të shohin për shembull në ballat ose që të shohin në fushatën e politikës, vetëm strategjia, vjen te strategjia se si ke me kundërshtuar, kurse e din atë problem. Është duhet me zgjedh strategjinë që e minimalizon. Duhet me gjetë antidotën e problemit, do thënë. Absolutisht. Domethënë këta kandidatët tonë, mja filloj me Suzanën Shkreli, ajo ka arrit me pas një emën publike, sepse ka pas pozicione publike, domethënë tash diku 20 vjet, dhe ka pas sukses, ka vazhdua në atë aspektin e shëlbimit publik, dhe ka pas sukses, domethënë është kanë prokurore, është kanë si direktor për mbrojtjen e fëmijëve dhe familjeve, dhe ka kanë komisioner i lotorisë, i cila bledh fonde për shkolla, për shkollimin e studentave publike. Kështu që ajo ka rritur me pas emrin e njoftun, edhe ka pak më kollaj. Por tjetër anë, politika e bën atë vetën, e ka një kundërshtar që i ban fushat, nuk është me bëhat sa ke menua, në fakt, sa e Gilchrist është domethënë nën kryetari i shtetit është kanë, edhe ai pa dash me dal guvernor. Unë lexova një artikull, Joseph, duke nejt prap tek ajo pikë që the që Suzana në Detroit Free Press thoshte që me një diskutim me këtë Gilchrist, ai kishte thënë që unë do koncentrohem në fushatën time për guvernator. Tash ç'a ndodh? Kthehemi 6 muaj mrapa, apo 7 muaj mrapa, ai kërkon që të apo ja dhurojnë, nuk di, ai ja dhuron Partia Demokratike duke e pas ai nuk ka shans për të dalë guvernator, i jep një shans
si që thonë Amerikan, të ripërtri vetën, to redeem himself, Ja. me pa mund dali si sekretar shteti. A mendon që është rrezik aty, është i rrezik që mund të jo si më thanë me ba me hile, por mund të luaj politikën në partia për të vënë një sekretar shtetit, se kjo konvencioni që i bat me 19 prill nuk është normal si që dim na kur zgjellet dikush për shembull si kandidat i një partisë. Kjo bëhet direkt në konvencion, që duhet me shku aty në Cobo Hall, dhe aty duhet me votua, duhet me kanë një partisë, duhet me kanë një partisë demokratike, dhe duhet me kanë regjistruar me votua, dhe duhet me kanë fizikisht prezent për me lanë votën, nuk mund është me lanë absentee. Nuk mund është me nisë, me thanë ballat. po drejt, yes. Po duhet me kanë fizikisht prezent. Aty mund të luajnë politikën për me Gilchrist e mos me lanë Suzanën për me kalua. Dhe se që kanë me i ban la firët aty, më lanë Suzanës para zgjellore, për me lanë nëj pozitë dhe mund të rjek, por nuk e besoj se Suzana ka mund të rjek, besoj që Suzana është koncentrume për me fitua dhe nuk ka me ban nëj. Si është ti i përmend këta 3 kandidat? Si është përgjigjja e komunitetit shqiptar kundër i tyre, duke ditë që në shtetin e Michiganit ke shumë shqiptar që janë në distriktet ku këta garojnë që kanë drejt vote. A jena aty ku duhet? Sepse unë shoh plot mangësi, shqiptarët nuk kanë qef, thot s'du me votu, s'votoj. Unë e quaj votën si përgjegjësi, ma shumë. A shumë shtirë me ditë se a kanë me kënë shqiptarët efektiv, sepse vetëm në rezultate mundim a kanë mu aktivizua për me lanë vote. Me rëndësishmja gjanë për me pas sukses në mënyrë politike është vota. Kështu që shqiptarët ndoshta regjistrojnë për me votua, por nuk votojnë. Sepse janë të menimi që edhe vota eme s'ka me pas rëndësi. Në fakt tonë me menu ashtu kur s'kem pesh politike. Amerika e këshyrë, dhe më dhanë komunitetin shqiptar, se është kollaj me ditë, a shqiptarët a votojnë, a s'votojnë. Kur e dinë se votojnë, edhe afrohen këta politikantë e tërtojnë që komunitetin shqiptar du me i lanë këtë pozitë, ose du me ndihmua në këtë mënyrë. Edhe ke dhe më dhanë shumë ma shumë pesh politike, kur e dinë se ekzistoni edhe votoni. Në zgjedhjet e kalume, Donald Trump i fitoi me 10.000 vota Michiganin. Pra, duke kënë 40.000 me drejt vote që flitet, kështu për flitet nga disa sondazhe që janë bërë për të pasë sa është numri i votuesve që vinë nga Europa lindore, edhe shqiptarët për llogaritën kanë rreth 40.000 votues me drejt vote. Cila do t'ishte ajo shkëndia për t'i bërë këta njerëz ma përgjegjës, sepse ky vit është viti i shqiptarëve, 3 kandidatë shqiptarë. Nëse Suzana do t'kishte me 19 prill do t'kishte 2.000 shqiptarë në Cobo Hall, ndrysh do t'ishin rezultatet. A shumë më rëndësi shqiptarët me marë pjesë, po ja filloj me Suzanën Shkreli, aprill me 19 është e diell, me kanë prezent për lanë votën, është shumë më rëndësi, 2.000 shqiptarë ka në peshë të malla aty me kanë prezent e lanë votën, vetëm të kini parasysh se Suzana duhet fitua jo vetëm rajonin e Macomb, Oakland, Wayne, u duhet me fitua të manë çdo rajon të Michiganit. Rejnë majet Michiganit deri në fund. Kështu që gjithçka duhet mund llogarit, atëherë na me ditë se kush ka unë shoh fituese aty në konvencion. Por kjo pse na nuk paraqit na përmendi mua ato, ajo nuk ka shans fitese. Shqiptarët duhet me kanë të aktivizuar dhe duhet me lanë votën. Prej kudo që janë, kjo pse nëse janë në Genesee County, Washtenaw County, Wayne County, Oakland County, Macomb County, all over the state. Gjithku janë Kent County, okay, Grand Rapids, Ingham, Lansing. Na kemi nevojë për votat e shqiptarëve jo vetëm këtu në
në Macomb ose në Oakland, po për gjithë ku jetojnë në Michigan. E Traverse City më ullë me ardhën konvencion atë ditë, më thanë shqiptarët kanë me pas takimin me janë i tjetën, më thanë të gjatë zanë jynë, të qihet dhe më thanë kultura jonë, mështetja jonë shqiptare amerikane. Po për Robertin, si e sheh projekcionin tanë politik? Duke e ditë që ka 2 kandidat tjerë në rejs, pash një me mbiemër Kirk edhe djali i Bushar, po. A dhe se, Roberti prej këtyne kandidate është më i miri. Vetëm duhet me pas strategjinë, ka thënë qyshën filles që ti duhet me pas strategjinë për me krijua emnin e njoftu. Sepse shumë njerëz që shkojnë me votua, ai nuk i njohin kandidatat. Dhe në qoftë se nuk i njohin, kanë me këshyrë një emën që duket se njohin, edhe mund të jetë domethënë Bushard, sa atë emën megjithëse për shkak ai nuk është sherifi i Macomb County ose krejt këtij rajonit ku është kandidat ky, ai është një gjë që gati për çdo javë, çdo 2 javë ndigjohet për 4 dekada në media, e vërtet. Në për media, edhe domethënë mund të mesin e met që është i emën që i identifikojnë se për asnjën as për tjetër s'din pa shumë. Kështu që aty mund të jetë një përqindje që nuk e ndihmon dhe ky duhet vazhdua edhe me pas një strategji dhe pra jam kanë te Koli Vanaj te Nico's Home Design, aty kem pas një bashkim për fundraising, edhe kien disa bashkëdhjetar, por pat edhe këtë menaxherin e fushatës, edhe na këshillohu se si është të ecë fushata, si janë të miu kundërvunu, domethënë disa problemave, një prej këtyre është ky i identifikimit të emnit, edhe më duket shumë mirë. Më pëlqeu atë paraqitje, më pëlqeu strategjia që kanë, edhe ka potencial shumë të madh. Tash unë kish me keni kujdeshim me pas me ka vetë Robert Zuraj, unë kish me keni kujdeshim për mos me përmet atë kundërshtarin, se vetëm domethënë ja ripërtrin, po. Unë është me thënë kundërshtari pa emën, ai nuk i ka kredencialet që nuk e ka shkollimin që e ka vetë, nuk e ka eksperiencën që ka vetë, këto gjëra barabarti e ban punën tate, edhe noja janë emën. Po, se qofsën se jep ti ati emën, ajo ka me kujtua e dikush ka... Po je për reklam falas. E that's it, reklam falas. Shtu që ai duhet pas kujdes aty, tjetra gjë, ka pas sukses me blio fonde. Ai duhet tash me mendua shumë, ato fonde se si ka me i shpenzua. Vetë me kënë ai i shpenzoj të gjitha fonde që ka deri sot në këtë primary. Sepse në qofsen se nuk e fiton primary, edhe i mesin $100,000, ato $100,000 duhet me ja kthye mrapan atyne që ja kanë marrë. Dhe nuk uzo me pajt, edhe ai duhet kthye ato parë. Kështu është ligj. Po. Dhe domethënë është në interes tina me pas një strategji që këto pare të përdoren në mënyrë të efektive për me fitua fushatën e primaries që është gusht me 4. Me përdorur metodën all-in. You gotta be all in with all your resources on August 4th. Edhe gjatë kësaj periudhë, domethënë që është tash deri në gusht me 4, Roberti duhet për me ftua diaspora, për mu regjistrua, për me lanë votën edhe absentee, se për Robertin ka në drejt absentee vote. Okay? Kurse në sezonën jo. Joseph, si mendon ti, duke e ditë që Roberti ka 20,000 konstituents shqiptar, edhe flitet që domethënë 90% e tyre janë me drejt votet. Ti si do sugjeroshe ti ishe domethënë drejtuesi i fushatës, ç'a do i sugjeroshe Robertit? 10 drejtuesi i fushatës kish me pas 200 vullnetarë shqiptar ose amerikan, pavarësisht që i kontaktojnë këta njerëz. Se na din kush janë, ku jetojnë. Me i kontaktua ose me i shku të shtëpia, ose me i kontaktua në telefon, edhe me marrë premtimin e tyne, për marrë në stacionin e të kisha Shën Palit, se është si në centër të kësaj fushat. Dhe është shumë me kollajt aty mu paraqit njerëzit, mu regjistru ashtu si duhet, edhe me lanë votën mujnë absentee, ose mujnë me prit me shku në stacionin e votimit gusht me 4. Por
mendoj që me I pas sigurta që mos me kanë keq komunikim, besoj që është mas mirë të marrë në stacionin si të kisheshin palit me lan absentee. Kjo është e domosdoshme. Se mund të nolin disa variante problematike gjatë fushatet, sepse Trumpi nuk ka vendosur për ka me pas endorsement. Majat mendim du të kthej patëm disa kandidat ky Peter Lucido dhe Mike Rogers, të cilët erdhën në një takim me komunitetin shqiptar tek Kisha, dhe 3-4 ditë mrapa dolën dhe u bën pjesë e komitetit për të zgjedhur djalin e Mike Bouchard si garusin. Politika e bën vetën. Po ka ata paraqiten më të mirë të njerëz, në janë ndoshta të mirë, por nuk është në interesin ton kurse ata mbështesin kandidatin kundërshtar. Na duhet me kaluar këtë tonin. Robert Lizuraj, diaspora me sa ka pas kapacitet, është angazhuar me financa. Dhe më thënë 85% plus I ka nga shqiptar financat Roberti. Kështu që ai nuk ka pas munges nga financat të shqiptarëve. A qëndron me financat aty ku duhet, duke qenë se din për primary është offer. Okay. I mangojnë në $300,000, $500,000 për me pas financat të sigurta, që mos më thonë që nuk fitova se s'pata financa. Por, pra thëmë, është edhe të votat e shqiptarëve, sepse në kjo sen se Donald Trump e mbështet Bouchardin, ajo ka me pas 1% votuesa që ja napin votën Bouchard se e ka endorse presidenti. Në kjo sen, na nuk e di me cilë variant ka me kanë, kjo sen se presidenti, edhe janë indikimet e mira që presidenti mund të mbështesë Robert Lizuraj, në kjo sen se e mbështet, e ka vaq më të sigurt fitore. Por prapë se prapë, ajo varianta që siguron fitoren është vota e shqiptarëve. Sepse edhe në kjo sen se Trumpi e mbështet Bouchardin e 20,000 shqiptar dalin me votua, Roberti mund të fitoj shumë kollaj. Po aja është më dhanë dominuese. Votimi I shqiptarëve se I ka shumë në rënd të fushatës. A po të rast që ta këshillosh edhe mram në takimin që patët? Gjatë këto 7-8 muaj kam këshillua gojarisht me ta, kam këshillua në text mesazhe, dhe pramë që më kanë bashkuar për fundraiser, më thanë çdo herë që kam shans, I nap këshillimin tem për me fitua. Se ka hena dhe duhet me këshyr, duhet me ndizjuar njerëzit që janë jashtë bakset, se për shembull ti je I fokuzuar edhe drejton një gjë, por natë që jem të më dhanë shikuesa jashtë politiket, mund t'i shohim disa gjëra që ata nuk I shohin. Sikur lun shah. Ai që shë nga jashtë e shë ma mirë. Është se janë të mu luj loja. Kështu që çdo gjë që shoh mundohem për me ndihmua të tonë këta kandidata. Sidomos këta dy që janë me rëndësi më të madhe, për menimin tim është Robert Lizuraj, rëndësia më e madhe për Nesi Komb, Suzana Shkreli për Secretary of State, dhe I treti Renis Mushaj për Senatin e Shtetit Michiganit. Joseph ka jo shumë kohë që është krijuar Instituti Shqiptar Amerikan. Ju jeni pjesë e tij, mund na thoni në vijat përgjithshme cili është roli I këtij instituti? Instituti Shqiptar Amerikan është një institut që I bashkon intelektualt edhe nëpërmjet komunikimit global, ajo mund të ketë frutet e mira, që është fillesa, apo kuptoni, është në organizim. Kjo, po në organizim e sipër. Zot, adin edhe mbaret se angazhohen shqiptar, se duhet më angazhuar për me themeluar institutin. Dhe ka filluar mirë, por prapë them, duhet njerëzit afrua, duhet njerëzit lanë kontributin e tyre me shkroj, duhet me shkruar domethënë pozitivisht për shqiptar, në shumë aspekte, mund të jetë në mjekësisë, mund të jetë e historisë, mund të jetë e arkeologjisë, mund të jetë e kulturës, mund të jetë e ligjit, mund të jetë çdo aspekt e jetës, edhe mund të jetë e sportit.
Se instituti nuk ka kufizime, kjo është institut. Kjo është si një çadër e shoqërisë shqiptare amerikane në Amerikë që sheh probleme ku ekzistojnë edhe korrekton çfarë duhemi dhe mund të jetë edhe fitore, mund të drejt. mund të advancimi për shembull i teknologjisë mund të jetë. Mund të jetë bashkëpunim me ardh shqiptar që janë që merren me kompjutera, merren me artificial intelligence, a din, mund të jenë programa të kompjuterave, mund të jetë manufacturing që i prodhojnë gjëra. A din, kështu që nuk ka kufin ajo instituti, mund të jetë shumë gjëra të mira, por prapë duhet njerëz angazhuar për me pas një institut të suksesshëm. Instituti ka disa domethënë du të krysh disa detyrime që t'jesh pjesë e tij, du t'jesh profesionist apo është hapur për regjistrim për shumë njerëz? Është hapur për regjistrim, është domethënë çdo njeri mund të jetë pjesë e institutit. Sigurisht edhe duhet për me lanë kontribut, i duhet me këshyr për me lanë një gjatë pozitive. Edhe kjo është një institut, po thëmë, shumë e re, nuk është hartua krejt të më lanë agenda e institutit, dhe si ka mu zhvillua, por janë hapa shumë të vogla, por me rëndësi që janë madhëritash. Joseph, a sheh komunitetin shqiptar flasmerinin me brezin e ri që rritet a sheh aty ku duhet, apo merremi sa duhet me brezin e ri? Për ti flas përmende pak më parë që ndoshta po asimilohemi në mënyrë pa dorëz apo asimilohemi shumë shpejt. Është asimilim, domethënë, kështu i butë. Absolutisht. Po çfarë sheh për të rit? Fatmirësisht kem të ri shumë të suksesshëm, shumë të shkolluar, për ditë më shumë. Ajo është një gjë pozitive. Marrin kurrierin e vet, mund të jetë që nuk angazhohen në aktivitetet shqiptare, a din, por në tjetër na nuk kemi strategji si kom këtu në Amerikë, a din, të përgjithshëm. Kemi siç thon grupacione që kanë strategji dhe kanë dëshira, por nuk jem as të bashkuam edhe nuk jem as të edukuam se si me vepru bashkë. Po kupton? Nuk po them se kem përçarje, nuk po them se kemi nade, por e lam mas doret, nuk kem domethënë një lloj neglizhencet. Ja, një lloj neglizhencet mund të jetë një lloj nuk i vëmë atë rëndësi sa këtë me. Vjemi me i vonë, mund të marrim shembull për shembull në Qifutën, edhe në Qifutën të kanë një strategji, po kanë pas, që se kanë arë në Amerikë, sepse janë kanë keq hjekun, edhe në si kom, janë kanë diskriminuar me gjenerata, kështu që ata është dasht me taj bashkë, është dasht me luftu bashkë, është dasht për me mbijetu, por kanë pasër kulturën e vetë, kanë pas gjuhën e vetë, kanë pas alfabetin e vetë, adhin e i kanë erujt e kujdesua, kanë pas edhe sukses, adhin edhe ata kanë ditë me përdor, edhe kur janë kanë në situatë keqe, për shembull në dytën luftë botërore, kanë ditë për me kthyen në mënyrë pozitive për ata që kanë met, adhin pa i helmua, pa i vra në dytën luftë botërore. Kështu që ata kanë një kom jashtëzakonisht i suksesshëm të me pas një kom aq të vogël. Pse disa prind për shembull i shoh nuk din fëmijët të flasin shqip, unë mund të marr shembull ty, pothuajse i lindur në Amerikë, ardh moshën 2 vjeçare, ti flet shqip shumë mirë, fëmijët e tu flasin shqip shumë mirë, por shoh edhe prind që gëzohet, thot, djali im, thot, nuk din me fol, çai duhet shqipja, pra është a vjen nga mos një ndërgjegjësim, a ka ndoshta i shurje të identitetit shqiptar, domethënë po shkrihemi. Mendoj që
në 3 mënyra mujë njeri për me mësuar shqipe. Te shtëpia, ke i prindërit, në shkollë, mi marrë një klasë të marrë gjuhën shqipe, cilat nuk ekzistojnë këtu në Michigan vetëm në disa shkolla dhe në disa universitete ose kolegje. E treta është me përvetësua, dhe më ti për me u interesua për me lexua, me nis me komunikua në gjuhën shqipe. Unë vetëm 2 kom pas, një kom pas shkollimin të shtëpia, tjetra më është dashur me zënë vetë se më ka interesua, me lexua revista, me lexua libra shqip, me komunikua me njerëz shqip, se sa më shumë që të përdorësh, aq më shumë e flet. Aftëson, po. E aftëson. Kështu që këto domethënë janë problemet tona. Mentaliteti që nuk duhet zgjahet gjuha shqipe, ajo nuk është e mirë. Se çdo gjuhë duhet. Sidomos kjo gjuha jone që është gjuhë e vjetër, gjuhë e lashtë, gjuhë indo-evropiane, e cila nuk është slave, nuk është latine, nuk është greke. Kështu që gjuhëtarë e kanë zgjedhë se gjuha jonë është e veçantë. Si e kanë zgjedhë? Se për shembull ne kemi shumë fjalë të huaja, por ato elementet e thjeshta, elementet që fjalëve që i psojmë fëmin, për shembull, ti, unë, ai, ajo, shko. Këto fjalë, domethënë që i pson fëmijët kur lejnë, ato janë fjalë që indikojnë se kjo është Gjuhë me mijëra vjet. është gjuhë me mijëra vjet. Domethënë këto janë pjesë e gjuhës shqiptare, cilat dallojnë dhe e vërtetojnë që është shumë e vjetër. Nuk mundesh me thënë më e vjetër se grekëve, sepse fatkeqësisht pallazgo i lirët nuk kanë shkrua në alfabetin e tyre për sa dihet sot për sot. Por mundesh me thënë se është aq e vjetër sa e tyne. Unë pash një studim që disa shkrime etruske në Itali, i vetmi deshifrim ishte me anë të gjuhës shqipe. Nuk mund të deshifroj as me italisht, as me gjuhën esperanto, as me gjuhën latine, por vetëm me anë të shqipes. A jemi ku duhet edhe ne këtu për ta përçu gjuhën shqipe siç duhet te brezi i ri? Na nuk jem të kanë nisur me prap shkollat me hap, domethënë që të mësoj gjuhën shqipe ajo është shumë e mirë. Sepse është pozitiv me mësua studentin sa më të ri për me ditë gjuhën shqipe, se ka me pas dashni për ta, ka me vazhdua, ka me dashur edhe me pa Shqipërinë, ka me dashur me pa Kosovën, ka me dashur me pa prej kaj kanë parë, ku kanë jetuar, si kanë jetuar, çka kanë folë. Kjo është një gjë shumë pozitive. Gjuha shqipe është shumë interesant, se ajo është folë, është dhe e vërtetuar që gjuha shqipe është folë në 2 anë të Adriatikut, edhe në Italinë e sotshme. Është një popull që u thonë me sapiens, ose me sapet, ata kanë folë gjuhën shqipe, ja përgjigja shqipen Vesiler. ma fort po, është ja përgjigja gjuhën shqipe ma fort se çdo gjuhë tjetër që është në rajonin e Shqipënisë ose të lirëve. Dhe ajo prap në pendikim se këta kanë lëviz i lirët, kanë lëviz shqiptar. Dhe kjo është një gjë që kitë me vit studentat vjen farza shqiptar për me ditë këtë histori. Sepse te huajt atë na nuk mund për me të rrajt se kush je prej ka ke ardhur. Po të nam si shembull. Vetë kur jam kanë student, jam kanë dikun 19-20 vjeçar në Universitetin e Michiganit, dhe paç një kurs linguistics gjuhët. Dhe ajo profesoresha ditë 6 gjuhë ballkanike, ditë greqishte, ditë turqishte, disa gjuhë slave, inglishten, italishten, dhe më thot mua që ti pa ose jam shqiptar, thot ju shqiptar, thot nuk kini gjuhën tuaj, po e kini gjuhën përbame nga këto gjuhë tjera.
dhe më ra keq, a din se më thanë mu drejtua mua në tanë ka studenta keni 50-60 studenta mu drejtua mua më të keq. E i thëmë vetë, a provojmë thëmë i herë, a din ti çka po flasë o kursit shqipjet e konë Gjuaj për për ma këtyne prej... t'i gjash gjuhët edhe i din edhe këtyne shtetet që rrethojnë, e sha jo Shqip. Edhe i thëmë çka thaqë? Met. Dhe bashkë thëmë se Shqipe nuk është e këtyne tjere. Kështu që qysh atëre më ka metën met për me vazhdua me studiua dhe me zbulua për gjuhën Shqipe. Pra përdorin edhe politikat ndryshme të armiqve tonë që kanë qeft na minimizojnë. A mendon në gjithë këtë mozaik të komunitetit shqiptar, a mendon që shteti shqiptar e ka kujdesin për komunitetin sa që duhet? Jo atë sa që duhet, me gjithse mandatin e ka në njërë konstitucionale për më pas marrëdhëniet me diasporën shqiptare. Se në fakti jashtë që ma shumë ka popull jashtë trojeve shqiptare se sa janë brenda trojeve shqiptare. Kështu që ata duhet të marrë ma shumë me shqiptarë, duhet pas një plan program, Platform, duhet me pas një strategji për me pas afrim dhe bashkëpunim me diasporën shqiptare. Mund të marrin shembull prap te Izraeli, te çifutni. Po kupton shumë e kollajt për ta se kanë shembull se si me i afrua. Unë josh për shembull disa çifutën që janë kanë doktora mjeka këtu. Në Michigan janë me sukses. Multimilionera. Kanë shkua edhe jetojnë në Izrael. pra e bajnë, Edhe me gjithë sa aty është luftë. Se përsa nuk largohen. nuk largohen, pa aty janë të jetuar. Nuk janë dy muaj që e kom fol me ta në Zoom. Disa mjekë të... Jo, e shoh këtë probleme edhe me këto aktivitetet që kërkojnë apo thirrin përfaqësuesit e shtetit, si që janë ambasadorët e shtetit këtu të akredituar në Amerikë, në Washington, edhe i shoh të aktivitetet që janë të mëdha, që kanë potencë, që kanë njerëz, që kanë pjesëmarrje, nuk marrin pjesë. Po shkojnë në aktivitetet që janë kjo është pak vrejtje. Është, pra po them, duhet me pas vlera, duhet mu rrit me vlera shqiptare, duhet me pas të më dhanë në zemër shqiptarizmin, duhet njëri mos mu largua me gjithë se për shembull diçka nuk përshtatet. Mund të sjell diçka keq, është diçka shqip që nuk të pëlqen. Është diçka për shembull e kulturës që nuk të pëlqen. Po duhet me zgjedh ata që të pëlqen, me këshirë domethënë shqiptarizmin në mënyrë pozitive. Se ke çdo gjë, çdo kohë domethënë ka ato disa gjëra që nuk përshtaten, sidomos në kohën e sotshme, që është të ndryshua edhe gjendja sociale katër anë të Amerikës. Apo mund është me pa, domethënë njerëzit në mënyrë politike, në mënyrë jetësore, domethënë në mënyrë punet, janë të me punua nuk janë të me punua në zyre, janë të me punua nga shtëpia. Domethënë ka ndryshua jeta, se si jetohet. Kështu që duhet me zgjedh e me këshyr shqiptarizmin në mënyrë pozitive. A duhet shteti ta shohë, sepse këtu kam edhe i vrejtje për zyrën e presidentit Shqipërisë. E shoh që ka një agjend, një takim në 27 prill dikun diasporën e Teksasit, kur duke ditë që në Michigan është në diasporat ma vibrante që ekziston jashtë trojës shqiptare. Ka qendrat edhe fetare që ekzistojnë dhe janë më të mëdha jashtë trojës shqiptare. Një ndër to organizohet në një festival që ka pjesëmarrjen fluide më të madhe shqiptare, edhe shqiptarët lindur në Amerikë, edhe shqiptarët lindur jashtë Amerikës, që marrin pjesë në këtë festival. Pse këta njerëz nuk i shqetëson ky fakt? Pse duhet ta thirrësh? Pse duhet ta lusish
pjesëtarin e atë përfaqësuesin e vendit tanë që t'jetë prezent. Kjo më duket edhe pak si naivitet. Këta njerëz duket si lojë. Unë nuk kam pas rast me ra në bisedë me këta udhëhecat e shtetit, për shembull të Shqipërisë, të Kosovës, për me i ditë menimet e tyre pse shkojnë në Texas e nuk vinë në Michigan, por shumë herë edhe kanë dëshirën me pas ftesën, tjetra gjë që mund të këshyrin ka përfitojnë në mënyrë politike, dhe në shumë variante sepse nuk marrin pjesë ashtu si këtë me vitë. Por siç the ti, kjo diaspora është vibrante, kjo diaspora është sukseshme, kjo diaspora ka kontribuar çështjen kombëtare jashtëzakonisht, ma shumë se gati çdo vend tjetër në botë. Besoj se veti pa me këtu në Michigan dekadën e 70, 80, 90, se sa herë u merrshin shqiptarët me çështjen kombëtare, sa veproshin për çështjen kombëtare, në mënyrë domethënë shumë të rëndësishëm, angazhoshin politikan. Ke pas David Banjer këtu, ke pas Carl Lever këtu, ke pas Sandy Levin këtu, që i kanë marrë pjesë në çështje, ke pas William Broomfield, që i kanë marrë pjesë këtu në çështjen kombëtare. Të kanë domethënë politikan shumë të rëndësishëm për çështjen tonë kombëtare. Jo vetëm në atë aspekt, domethënë kjo diasporë ka vepruar, po janë suksesshëm në mënyrë biznesit, kanë pas sukses në mënyrë akademike, shkollime, shumë aspekte të tjera sportive, ke sportista që kanë pas sukses tu, në kaligje të llojshme, kështu që na jemi një shembull i mirë për Amerikën edhe për Shqipërinë e Kosovën. Unë mendoj që një ftesë nuk e ndalon një politikan, duke ditë edhe vlerën që ka komuniteti. Një ftesë hard copy në letër që të thot thret. Por duhet shihet siç e ka që përmend Izraelin, që Izraeli ku ka komunitete, aty shkon dhe i gjurmon. Kam frikë që kem njerëz në diasporë, si për shembull ajo nana ose ajo babë që thot, çka duhet quha shqype, kia si i thon për shembull politikanit, çka duhet me ardhe në Michigan, e pa diasporë. Po kupton, nuk janë me rëndësi, janë kurkushi, ka po di vetë. Domethënë jem në aspekt ose një tjetër e zezave të tij. Edhe njerëz nuk i të me vije me fol ashtu për diasporën, po duhet me afrua. Pra po thëm, duhet me këshyr diasporën pozitivisht. Po e këshyret që këtë gjithmonë mund është me i zgjedh një gjatë keqe dikuj. 100%. E diaspora është e përbame nga njerëzit të përgjithshëm, që ne kem aspekte të këqija, po kem shumë aspekte të mirat e dominojnë në keqe. Shumë më të mira. Kështu që mos kapen ato të këqijat edhe me përmet keqen në Shqipënisë e kryesisë Shqipënisë, do të këshyrin në mënyrë pozitive që këta njerëz janë duhet me ekzistua diaspora, duhet me majt diasporën me ushqim politike, me ushqim të komunikimit, me tërhiq si turista, po kupton, me respektua kur të vinë atje diasporën ushqime. Duhet me pas një sistem domethënë bashkëpunuese. Por nuk e patën ata, largohen shumë kollaj. Asja i fëmiu që e ke, për shembull ti mos e afron fëmin tot, ai ka më të largua, ai ka më shkuar në punë veta. Po, gradualisht. Gradualisht shkuar në punë veta, ndoshta flet i herën në vjet me ta. Kështu që është edhe Shqipënia, sa ajo është shtëpia jonë, është prej ka ke marrë kush jem, dhe prapë them duhet musil ata si musil me fëmijë të mirë. Na jem fëmia e Shqipërisë, ata duhet musil me ne në mënyrë pozitive, në mënyrë të mirë. E mos me lanë një njeri për shkakun që flet keq me prish punën. Ma një person me aprish 100.000 shqiptarëve që jetojnë në Michigan, nuk duhet me ka njeri jo mirë met. Unë i kritikoj në fakt në shumë raste, shoh domethënë disa podcastet ndryshme për të rrit numrin e klikimit tyre, flasin keq për diasporën shqiptare të Amerikës, athuses janë kërkushi, por diaspora shqiptare e Amerikës
veçanërisht e Michiganit, që unë e njoh më mirë, është në diasporat më fluide, më të rregullta, më ndihmuese, ka ndihmu kur ka qenë koha e nevojës në çdo thirrje që i ka bë kombi. Pra metet për ata për t'u kthyer tek ne. Ashtu është, por pra po them, është shumë vështirë me ditë se pse nuk i kemi marrëdhëniet si i duhet me pas. Por gjithmonë duhet diaspora më mundua sa më shumë me afrua shtetin shqiptar, gjithashtu edhe shteti shqiptar duhet afrua diasporën. Në përfundim edhe kam një kritik për ambasadorin shqiptar të akreditum në Washington, i cili vetëm një vizit ka kënë në Michigan, edhe la me aq kur këtu zhvillohen aktivitete nga më të ndryshmet. Ndoshta janë shpenzimet, ndoshta s'di ku, por e shoh në New York gjithë çfarë lloj darkash, domethënë edhe takimesh ai shkon. Nuk e di, ndoshta ka preferencë për një qytet që është kozmopolitan, është qytet i madh i zhvilluar me za, ka shumë aktivitete më të shumta për mu bë atje në New York se sa për shembull këtu në rajonin e Detroitit. Po megjithatë ai duhet me zgjedh kohën me takua diasporën, sepse na e ndijmë vetin e mirë kur na e kemi një përfaqësues të shtetit që vjen me na takua. Prapë vjen të shtëpia. Kjo pse nëse shtëpinë e ke të rregullt, ti gëzohesh kur vjen baba me të pa, gëzohesh kur vjen nana me të pa. Kurse ai ambasadori duhet me ditë se ne konsiderojmë si pjesë e shtëpisë. Pjesë e shtëpisë, na gëzon kur na vjen. Po nuk erdhe, na ti e din se kemi mu largua. Çdo kush e ka ata. Dhe mund të si shpepër mesim na për shembull mund me këshyr në mënyrë negative. Do të çka ka ai që s'po vjen për na. Ashtu e shoh, ashtu e shoh. Ja. Shumë do të këshyr në për të ardhur një ditë shumë ata duhet menua, këta kryetarët e shtetit, përfaqësuesat e shtetit shqiptar duhet me menua në atë aspekt. Na jem familja tyne, vinë edhe të na shohin, vinë edhe të marrin pjesë, nuk u bajmë gjallë, vetëm çka që i japim respekt. Që i japim respekt e u bajmë mirë, kjo se ata për shembull kanë dëshirë që na të shkojmë në Washington, ai duhet marrë edhe ata më na takua ka herë, që të kenë këtë marrëdhënie bashkëpunim. Se vetë marrë ti për shembull të shtëpia jote, çdo herë, çdo javë, çdo vit e ti mos më marrë asnjëherë, aja mund të jetë pak probleme thonë, ky se ndon për me shkua, ata ky s'po vjen. A dit, çdo mani mund të ndodh. Joseph, unë të falenderoj, sa herë intervistat me ty janë tepër interesante, janë kuptim plot me mesazh dur, edhe me mesazh substancioz që ka substancë dhe ka vlerë për ata që na ndjekin, ata që na shikojnë. Faleminderit që të thirrë për me marrë pjesë në këtë speakeasy, edhe turoj sukses. Besoj që çdo gjë që është për të mirë komunitetit, për komunikim dhe shprehje të menime të rëndësishëm për komunitet është pozitive. Kështu që vazhdo këtë speakeasy dhe mirupafshim tira herë. Faleminderit Joseph, turoj shëndet, të dashur shikues apo ju që na ndjekni. Ky ishte episodi i 10 i Speakeasy. Takohemi herën tjetër. Falenderojmë dhe avokatin e njohur Joseph Detvukaj, i cili praktikon ligjin e malpractice apo aksidente. Sa herë që keni nevojë, le të ndihmojmë komunitetin ton, t'i japim punë atyre njerëzve që janë profesional të fushës. Pra, 1-800 call Joe. Shihemi herën tjetër. Speakeasy.